Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Kryeministri Edi Rama mbylli mbrëm fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit në Lushnjë. Ai i sigurt në mandatin e 4 tha se do ta kthejmë Lushnjën bazë të industrisë ushqimore. Kryeministri dhe njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama mbylli dje në mbrëmje fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit në Lushnjë. Në fjalën e tij, ai kujtoi me emocion ish-deputetin socialist Bashkim Fino, i cili ka përfaqësuar këtë qytet në Kuvendin e Shqipërisë dhe u shpreh optimist për një fitore të thellë të Partisë Socialiste. Gjithashtu Rama tha se mandati i 4 i socialistëve do të jetë vendimtar për zhvillimin e mëtejshëm të zonës së Lushnjës dhe Divjakës, veçanërisht në fushën e agropërpunimit dhe infrastrukturës. Unë jam shumë i vetëdijshëm se kemi ende gjëra të mëdha për të bërë së bashku. Dhe duat besoj se ky mandat i 4 do të jetë një moment shumë i rëndësishëm për transformimin e mëtejshëm të Lushnjës dhe Divjakës në një aspekt të veçantë, në aspektin e krijimit të një baze të vërtet të industrisë ushqimore të vendit. Në aspektin e krijimit të një rrjeti të vërtet infrastrukture ku të gjitha ato që janë ndërtuar deri më sot, qofshin pika grumbullimi, qofshin pika agropërpunimi, qofshin pika agroturizmi, do të lidhen të tëra dhe do të shtohen si një gjerdan shumë i bukur rreth e rrotull të gjithë territorit të këtyre dy bashkive. Por përtej çfarë ne do të bëjmë së bashku këtu, çfarë ne do të bëjmë së bashku në çdo drejtim, ka një gjë tjetër shumë të madhe që ne do duhet ta bëjmë së bashku. Ka një gjë tjetër që është përtej kohës që jetojmë sot. Ka një gjë tjetër që lidh kohërat nga vim me kohërat ku Shqipëria shkon. Ka një gjë tjetër që lidh amanetin e stërgjyshërve tanë me borxhin që ne u kemi fëmijëve tanë. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Fierit, Gazmend Bardhi, ka akuzuar Bashkinë e Fierit. Në postimin e tij, Bardhi shkruan se 24 familje u përzun nga shtëpit për të ndërtuar pallate. Ai bën thirrje SPAK për hetim. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Fierit, Gazmend Bardhi, ka denoncuar një skandal të rëndë në qytetin e Fierit, ku sipas tij 24 familje janë përzën padrejtësisht nga banesat e tyre nga bashkia, me pretekstin e një projekti për stadium lojra shmedor, projekt që siç rezultoi më pas nuk ekzistonte fare. Në një postim publik në rrjetet sociale, Bardhi shpjegon se që në mars të vitit 2018, familjet janë njoftuar për shembjen e shtëpive të tyre në kuadër të projektit të stadiumit. Megjithse banorët kundërshtuan vendimin dhe procedurat e shpronësimit nuk ishin përfunduar, në qershor 2021 atyre ju dha ultimatumi për të liruar banesat brenda 5 ditësh. Deri në tetor 2023, 6 shtëpi u shembën, ndërsa të tjerat mbeten ende nën kërcënimin e prishjes. Sipas Bardhit, Agjencia e Zhvillimit të Territorit ka konfirmuar në dhjetor 2023 se nuk ekziston asnjë projekt i miratuar për stadiumin në fjalë. Kjo do të thotë se shembja dhe dëbimi banorëve janë bërë në mënyrë të palishme dhe abuzive, ndërsa zona po përgatitet për ndërtimin e pallateve në qendër të qytetit. Kjo është një aferë klasike e pushtetit lokal, ku prona publike dhe private përdoret për përfitime të një grushti njerëzish të lidhur me qeverinë. Disa nga këto familje sot jetojnë me qëra, të tjerat kanë braktisur Fierin, shkruan Bardhi duke kërkuar hetim të plot nga SPAK për rastin dhe ndëshkimin e personave përgjegjës. Policia e Fierit ka arrestuar sot 64 vjeçarin që shkaktoi aksidentin e djeshëm në aksin rrugor Fier-Lushnjë, ku plagosën 4 persona. Policia e Fierit ka arrestuar sot shtetasin JT 64 vjeç banues në Skrapar, pasi dje autoambulanca që drejtonte ky shtetas u përplas me kamionin që drejtonte shtetasi IS.
Si pasojë, vijojnë të jenë nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën, pacienti që po transportohej me autoambulancë dhe punonjësi policisë që e shoqëronte. Aksidenti ka ndodhur dje në aksin Fier-Lushnjë në vendin e quajtur Kryqëzimi i Vajkanit. Një kamion është përplasur me një ambulancë dhe si pasojë e përplasjes së fortë kanë mbetur 4 persona të lënduar, 2 prej të cilëve ndodheshin në ambulancë, të cilët janë transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal Fier dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Sipas njoftimit të policisë, aksidenti ka ndodhur rreth orës 14:50 në aksin rrugor Lushnjë-Fier në vendin e quajtur Vajkan. Automjeti tip kamion me drejtues shtetasin Ilir Seitaj dhe autoambulanca me drejtues shtetasin Jemin Tare janë përplasur. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar pacienti shtetasi Genci Zylyftari 38 vjeç dhe personat që shoqëronin pacientin nga Spitali Psikiatrik Vlorë për në banesë, shtetasi Esat Zylyftari 74 vjeç, banues në Skrapar. Babai i pacientit, shtetasi Hatem Bakillari, 54 vjeç, punonjës i policisë në komisariatin e Skraparit dhe shtetasi Taulant Mekollari, banues në Çorovot, infermieri, të cilët ndodhen në spital në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Sot u ul avioni i parë në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Ky është fluturimi i parë certifikues në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Kryeministri Rama në Vlorë inspekton fluturimin e parë. Avioni i parë është ulur në aeroportin e Vlorës ditën e sotme. Fluturimi i parë certifikues në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës është bërë para ditën e sotme. Ky aeroport ka marrë kodin e fluturimeve VLO dhe pritet që brenda sezonit veror të ketë fluturime zyrtare. Avioni i parë në këtë aeroport ul në pistën e re me gjatësi 3.2 km dhe me gjerësi 60 metra. Në ceremoninë e sotme ishin të pranishëm kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku. Shumë urime edhe me këmbë mbar të gjithë punonjësve dhe punonjëseve të reja të aeroportit Vlorës, që janë këtu të pranishëm. Të falenderoj në mënyrë të veçantë grupin e ardhur nga Kosova, që janë këtu të pranishëm. Dhe të shpreh besimin se kjo shqiponjë dykrenare që është krijuar në trupin e aeroportit të Vlorës me burime njerëzore nga Kosova dhe nga Shqipëria, do ta ngrejë shumë lart emrin e këtij aeroporti për cilësinë e shërbimit, për sigurinë dhe natyrisht edhe për nivelin e buzëqeshjes që e pash sot me shumë kënaqësi. Zëvendës kryeministrja Balluku tha se ky është moment historik për Shqipërinë dhe Kosovën. Unë besoj që për Vlorën ky është një moment historik, për Shqipërinë është një moment historik dhe rastësia dhe fati i mirë e solli që të jetë një moment historik edhe për Kosovën. Pasi kjo vepër dorëzohet nga një konsorcium i drejtuar nga Beqet Pacolli dhe na bën krenar si kombë. Procedohen disa shtetas për vepra të ndryshme penale nga policia e Lushnjës dhe e Fierit. Policia e Lushnjë ka shpallur në kërkim shtetasin LM 48 vjeç pasi dyshohet se ka kryer punime ndërtimi pa leje, po punohet për kapjen e 48 vjeçarit. Policia ka referuar materialet në prokurori për vlerësim për 2 shtetas, SV 58 vjeç banues në Lushnjë, pasi është kallëzuar nga shtetasi EY 40 vjeç se për motive të dobta e ka goditur me grushte, dhe shtetasin ED 27 vjeç banues në Kolonjë, pasi për motive të dobta ka goditur me grushte shtetasin DM 24 vjeç. Kurse specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin GB 35 vjeç, banues në Fier, pasi ditën e djeshme me automjetin që drejtonte në gjendje të dehur, goditi një pemë. Nga aksidenti pati vetëm dëme materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin JB 35 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij.
Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Mallakastër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin LSH, 59 vjeç, banues në fshatin Hekal, pasi dyshohet se ka shfrytëzuar tokën në pronësi të një shtetasi tjetër. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, në konferencën për politikën monetare foli për tavanin për kredinë për qytetarët që duan të blejnë shtëpi, 85% për banesën e parë, 80% për banesën e dytë. Vendosen kufizime për kredinë që mund të marrin qytetarët për të blerë shtëpi nga Banka e Shqipërisë. Në konferencën për politikën monetare, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, tha se do të vendoset një tavan për kredinë për shtëpinë. Masat që Këshilli Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë morën në mbledhjen e sotme kishin të bënin kryesisht me vendosjen e një tavani lidhur me huan, me kredinë, në raport me vlerën e banesës, pronës, pra të kolateralit, dhe gjithashtu dhe një tavan lidhur me raportin midis këstit të kredisë dhe të ardhurave të kredimarrësit. Këto tavane janë maksimumi i huas në raport me vlerën e kolateralit për monedhën lek do të jetë 85% për shtëpinë e parë dhe 80% për shtëpinë e dytë ose për shtëpitë edhe në qera. Kjo vlerë do të jetë 75% dhe 70% lidhur me monedhën në valutë të huaj. Po kështu kërsti ndaj të ardhurave si raport do të jetë në nivelin 40%, pra 40% do të jetë vlera e këstit ndaj të ardhurave për monedhën lek, dhe 35% për monedhën në valutë huaj. Kjo është për shtëpinë e parë, për lekun do të jetë 35% raporti këstit me të ardhurat, kurse për monedhën në valutë huaj do të jetë 30% për shtëpinë e dytë ose ato të dhëna me qera. Punësimi e pagat pritet të vijë në rritje, duke rritur mirëqenien e familjeve shqiptare. Rritja e ekonomisë pritet të mbetet e qëndrueshme dhe pranë potencialit, çka do të mundsojë një nivel presionesh të brendshme inflacioniste në linjë me objektivin tonë të inflacionit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.